Përshëndetje të gjithëve shqiptarëve kudo që janë. Sot një pyetje për ChatGPT-n. Çfarë mendon për Adenan shqiptare? A jemi ne të lidhur me popujt ilir, popujt e vjetër ballkanik? Shkoj me pyetjen e parë, kur morim parasysh që ChatGPT-ja po përdoret çdo ditë më shumë për kësaj lloj pyetje, ta shohim se çfarë mendimi ka ChatGPT. Pyetja është cili popull ka përqindjen më të lartë të ADN-s që lidhet me popujt e lashtë ballkanik. Populli që ka përqindjen më të lartë është përgjigjja e ChatGPT-s, janë numër 1 shqiptarët. Edhe këtu thotë që e kanë EVA 13-ën si haplogrup dhe J2B R1B. EVA 13-ja lidhet me popujt e vjetër ilir. J2B-ja dhe R1B-ja po ashtu me shumë popujt vjetër ballkanik. Në vendin e dytë janë malazezët dhe bosnjakët, në vendin e tretë janë grekët, serbët dhe maqedonët janë në vendin e katërt dhe kanë përzierje, sidomos serbët kanë përzierje të konsiderueshme slave, sidomos haplogrupi R1A. Domethënë, kjo është tabela shumë e rëndësishme. Simbas përqindjeve, shqiptarët lidhen 80 deri në 85% me popujt e vjetër ballkanik, domethënë kanë lidhjen më të lartë. Bosnjakët 70 deri në 75%, malazezët 65 deri në 75%, grekët 60 deri në 70% dhe serbët 55 deri në 65%. Po cili popull është më autokton në Ballkan? Populli që konsiderohet më autokton në Ballkan, pra janë shqiptarët. Arsyeja pse? Sipas gjenetikës, domethënë ADN-s shqiptare, gjuhës shqipe është e vetmja gjuhë indo-europiane që ka lidhje me Ballkanin, edhe nuk i përket për shembull degëzimeve slave, greke apo latine. Historikisht kemi domethënë dokumentacione që kemi lidhje me Ilir Dardan, toponimet sigurisht, domethënë kemi vendin ku kanë qenë Ilirët dhe Dardanët më herët, jetojmë tani edhe ne. Domethënë shqiptarët i kanë 5 yje, domethënë më autoktonët në Ballkan, grekët 4, janë po ashtu të vjetër, po me shumë ndikime të jashtme. Malazezët pjesërisht autokton, domethënë kanë përzierje slave, bosnjakët po ashtu si malazezët, ndërsa serbët janë të ardhur nga linja në shekullin e 6-7. Domethënë shqiptarët janë më autoktonët në Ballkan. Kështu që kjo është përgjigjja e ChatGPT-s. Domethënë çdo kush që e pyet kësaj lloj pyetje në ChatGPT do e marr pak a shumë përgjigjen e njëjtë, kështu që për ne është një përgjigje shumë e mirë, edhe besoj që e vërteta është kjo. Faleminderit për çdo kontent tjetër që keni dëshirë, pyetje tjera mundeni edhe vetë ta pyetni ChatGPT-n, por nëse keni dëshirë për kontakt tjetër, mund ta bëj edhe unë pyetjen që ju intereson juve. Faleminderit.